janë të njohur edhe dy generalet, dy vëllezërit Haradinaj, por është edhe një emër jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe i fuqishëm nga familja Haradinaj, edhe ai është general e që tani në ditët e fundit është shumë aktiv, por jo me përkrahje të madhe prej pjesës tjetër të popullit, është miku im i respektuar Nesim Haradinaj, i cili vazhdon ta bëj pothuajse i vetëm betejën kundër padrejtësive të cilat po ndodhin në gjykatën speciale në Hag, ku atje padrejtësisht po mbahen të burgosur dhe po trajtohen padrejtësisht në atë formë si po trajtohen krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Më pëlqen shumë fakti që komandanti Nesim Haradinaj i ka raporte të mira dhe me Hoxhën Shefqet, e viziton. Por unë kisha thonë jo vetëm Hoxhën Shefqet, ata të cilët e njohin generali ka raporte me shumë hoxhallar, ka raporte të mira me gjithë, por edhe ai pati fatin jo të mirë, edhe ai u persekutua për disa kohë padrejtësisht nga Haga dhe uroj që ata të cilët janë ata të kthehen plot shëndet, të kthehen faqebardh dhe njëherë për gjithmonë të merr fund një gjykim i tillë i padrejtë, i cili me të vërtetë po na shkakton një shqetësim të panevojshëm gjithë neve.